sot është plot, sepse do të sjellë një nga hyjet e muzikës shqiptare, dhe ai është Ledri. Për më tepër ndihni me Demor. Sanat e mira nuk harrojnë let, ajo o queen edhe unë mret, ajo e din që nuk e luvet. Yes baby, I got your back, it's like party, bojna party, kete dipën e me kush është stari, s'ka si Ledri edhe Dafi. Përshëndetje Ledri. Përshëndetje, Engjë, Met TV, what's up? Sa për e kthyer nga pushimet nga Tajlanda, fotot e tua e ka bërë ndonjë femër apo ke qenë thjesht në shoqërinë e shokëve të tu? No, kom qenë me një ekip, me shok, kam nga pas bolla atje, kështu se s'kena pas nevojë me marrë me vetë. Shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Kosovës janë më të çmendur për ty? Unë s'kisha thonë çmendur, po që ndëgjojnë muzikën. Po e di, në Kosovë ndëgjohet shumë hip-hopi, po përpara këtu kanë dëgju house ma shumë. E tash për vrej që ka fillu edhe hip-hopi mu pëlqy shumë, kështu që është një gjohë mirë për neve. Para ta si probleme am njëni, këtë sori ma dini, që me nga vetësini, jo me një angel nga. Më smijet e jemi në qëpët i për meni, ty do t'i ka jote, a buën do t'i veni, ty qyri me mor dronin, unë e këshyri me mor gremni, ty popin e këshyri si gjo, e zbiri t'i jemi, ty që probleme shumë. Çfarë presim nga Ledri këtë fund vit? Projekte, koncerte? Deri me 3 janar jam i angazhu me koncerte, edhe mas ne 1 janar du me pushu edhe me shfrydzu për me punu këngë 3 javë. Dorana, Gzua! Masit, son i fly. Me të kushe, s'po për meni, nuk po foli one, nuk po fola. Nuk po fola shnia, bora kja që kom rana, e vërteta vlem, po këso herë për në qene. What up, man? Unë jam Ledri, po shikoni Met TV.